I nderuar kryeministër, e nderuar zëvendës kryeministra, përfaqësues të kuvendit, koleg ministra, akademik, student ekselencës, shumë të dashur përfaqësues biznesit. Kam kënaqësinë të nisim një tryezë të përbashkët diskutimi dy ditor, të organizuar në kujdesin e veçantë të kryeministrit zotit Edi Rama. Fillimisht dua të falenderoj për kontributin e secilit prej jush në zhvillimin e sektorit në fushat e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, agropërpunimit dhe agroturizmit. Në dekadën e fundit kemi arritur së bashku shumë, duke nisur nga trefishimi i sipërfaqes së kultivimit në sera, pesëfishimi i eksporteve bujqësore në 80 tregje ndërkombëtare, rritja e financimit dhe mbështetjes për sektorin e bujqësisë, investime në infrastrukturë, teknologji dhe siguri ushqimore. Jemi mbledhur sot për të ndarë ide, për të diskutuar sfidat e së tashmes, por mbi të gjitha për diskutuar për vizionin e Shqipërisë 2030 e bujqësisë 2030. Si politik bërës, akademik, biznese, kemi një objektiv të përbashkët, një biznes të bujqësisë moderne, konkurruese dhe brenda familjes evropiane. 2 ditë janë të rëndësishme për biznesin tuaj. Dhe jam e bindur që keni lënë pas me merakun tuaj disa nga problematikat që përballeni çdo ditë. Por menduam që këto 2 ditë janë shumë të rëndësishme për këtë bashkëbisedim mes të 3 drejtuesve kryesor në politikë bërje, akademikëve që na janë bashkuar dhe ju vetë si përfaqësues që të na ndihmoni në këtë proces kaq rëndësishëm. Në pjesën e parë do të kemi një diskutim gjithëpërfshirës. Më pas drekës, do të vijojmë me ndarjen e disa tryeza ku kontributi i secilit për jush vjen për politikbërjen si një vlerë e shtuar. Dhe sigurisht konkluzionet nga çdo tryezë dhe temat për të cilën unë shpresoj që t'i nxjerrim nga biseda e pjesës së parë të ditës, të kemi mundësi t'i prezantojmë gjatë ditës së nesërme në mëngjes. Shumë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen dhe ja fjalën kryeministrit zotit Edi Rama. Mirë dita dhe shumë faleminderit. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu sot ka të bëjë me nevojën tonë për të dëgjuar nga më afër dhe në një mënyrë më të strukturuar këndvështrimet tuaja sipas fushave të ndryshme të aktivitetit në këtë territorin, hapësirën e madhe të zhvillimit rural, ku gjatë gjithë periudhës së fundit të kontakteve intensive me njerëzit në fshat për shkak të procesit elektoral, kemi krijuar ndjesinë që jemi në nevojën për të afruar më shumë dhe për të dëgjuar më shumë nga jeta e përditshme reale e njerëzve që jetojnë dhe punojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre të sipërmarrjes në fshat. Në mënyrë sporadike kemi mundur të informohemi për gjëra që në pamjen e parë janë shumë të thjeshta, por fatkeqësisht janë jashtë rrezës vëmendjes dhe të leximit nga ana e qeverisë edhe nga ana e strukturave tona vendimmarrëse dhe shkaktojnë konsum të madh energjie dhe patjetër edhe konsum të pafrytshëm të kohës suaj, që është njëkohësisht edhe koha e vendit. Nuk dua të hyj në detaje, sepse është gjithë kjo ditë përpara për të folur deri në detaje, por dua të them që
arsyeja pse e kemi ndërtuar këtë diskutim, këtë tryezë përbashkët diskutimi në një formë tjetër nga ato të zakonshme, është pikërisht sepse duam që diskutimi të shtrihet në çdo detaj edhe që opinioni juaj të mund të shtjellohet plotësisht në një hapësirë informale, pasi kjo, me sa kuptoj unë, ka munguar edhe na mungon. Dhe patjetër që mbas këtij diskutimi do mundohemi të gjejmë rrugët se si ky kontakt i vazhdueshëm të jetë më i frutshëm, më garantues për dëgjimin e zërit tuaj, edhe patjetër edhe më i dobishëm në funksion të politikave dhe të vendimarrjeve tona. Ne kemi bërë një përzgjedhje të bazuar tek profilet e ndryshme të sipërmarrjes në fshat, edhe natyrisht të bazuar në një gjeografi të caktuar, ku kemi marrë opinionet e drejtuesve të anë të qarqeve, por nga ana tjetër kemi ftuar këtu edhe disa drejtues të pushtetit vendor, duke pas parasysh që edhe kjo është një hallkë e dobët e jona në qeverisjen e fshatit, pasi qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sipërmarrjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Dhe jemi në një pikë ku duhet patjetër të garantojmë kthes në këtë drejtim, sepse ende sot nuk kemi asnjë ndërmarrje të vetme bujqësore të krijuar me kontributin dhe me bashkëpunimin e fermerëve, të sipërmarrësve dhe të strukturave të pushtetit vendor. Janë bërë disa tentativa, por faktikisht nuk mund të themi se kemi krijuar një model. Ndërkohë që kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milion euro, që është një shumë kolosale për t'ju përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat, por që kjo e kombinuar bashkë me garancinë sovrane që është prej kohësh në dispozicion të fshatit, nuk kanë sjell dhe gjasat janë që të mos sjellin asnjë rezultat domethënës, në rast se ne nuk ndryshojmë qasjen. Dhe kur them ne, nuk kam parasysh juve që jeni
sallë, po kam parasysh ne që jemi në proces në politikë bërje dhe në vendimarrje. Dhe për të ndryshuar këtë qasje na duhet një bashkëpunim më i afërt me protagonistët që janë në fushën e përpjekjes përditshme në fshat, dhe na duhet një plan për të ndërtuar modelet e duhura. Këtu janë edhe disa prej drejtuesve vendor, me sa shoh, dhe shpresoj shumë që nga kjo bisede sotme të çelim një kapitull të ri bashkëpunimi dhe ndërveprimi me teritoret në të cilat zhvillohet jeta e përditshme e fshatit. Nuk është vetëm linja e re e kredis që ka nevojë të shfrytëzohet maksimalisht dhe që rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar, por është edhe paketa e maleve, e cila është një tjetër instrument i ri i vënë në dispozicion të zhvillimit rural, që përsëri rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar në rast se ne nuk arrim të ndërtojmë mekanizmat e duhur të ndërmjetëm deri kur këto gjërat të kthehen në pjesë të menduarit përditshëm të komuniteteve, dhe këtu kam parasysh me komunitete ata që punojnë tokën me ata që administrojnë territorin në nivelin vendor dhe në nivelin qendror sipas funksioneve të tyre. Kemi potenciale të jashtëzakonshme akoma të pashfrytëzuara, kemi fatmirësisht, dhe këtë unë kam mundë ta konstatoj edhe personalisht, realitete të jashtëzakonshme në fshat. Kemi protagonistë që jo thjesht kanë ndërtuar një sipërmarrje të suksesshme, por kanë një bagazh të jashtëzakonshëm dijesh. Dhe këto dije janë një pasuri që duhet ta ndajmë së bashku. Mirë, por nuk mund ta ndajmë së bashku nëse nuk jemi ne që vim tek ju dhe presim që ju të vini te ne. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Faktikisht ftesat janë bërë duke pas parasysh edhe faktin që të kemi një numër protagonistësh të administrueshëm në një tryezë diskutimi, sepse natyrisht ju nuk jeni të vetmit, ka dhe plot tjerë, dhe ata që nuk e shohin veten këtu në asnjë mënyrë nuk duhet ndihen përjashtuar, por thjesht ky është një hap i parë për të ndërtuar pastaj një proces, edhe për të pasur tryezat e përbashkëta diskutimin për fshatin edhe në nivel qarku, ku mund të ftohen patjetër edhe të tjerë, por duke u nisur nga ato që me gjas do të jenë konkluzionet e para të këtij diskutimi. Pra është një nevojë e jona, një nevojë e madhe e jona. Kemi nevojë të madhe që të rrisim impaktin e institucioneve që në letër dhe në misionin e tyre kanë mbështetjen e bujqësisë, mbështetjen e zhvillimit rural, por që në realitet kanë dobësira të mëdha. Dhe këtu unë do dëshiroja shumë që të jetë një diskutim shumë i hapur, nuk na bën asnjë punë që juve të flisni duke rrumbullakosur fjalët ose duke mos i thënë gjërat troç ashtu siç janë.
Vetëm kështu mund na jepni ne mundësinë që të kuptojmë se çfarë duhet bëjmë më mirë për ju, dhe pastaj se çfarë bashkarisht do bëjmë më mirë për vendin në tërësi, sepse çfarë bëhet mirë për vendin është kontribut, është bashkimi i kontributeve të gjithëve. Dhe natyrisht nëse ne arrim të bëjmë më shumë dhe më mirë që juve të bëni më shumë dhe më mirë, bashkimi gjithë kontributeve bën Shqipërinë që të ketë më shumë edhe që të jetë më mirë, nuk diskutohet. Dhe për këtë arsye mendoj që baza e këtij takimi duhet të jetë të qeni të krejt të hapur në raport me arsyen pse jemi mbledhur. Pa asnjë rezervë, pa asnjë dorashk, çfarë juve shikoni në jetën e përditshme dhe çfarë konstatoni. Edhe çfarë mendoni që duhet bëjmë ne. Sepse ndjesia ime është që në suksesin tuaj roli ynë është shumë i vogël se sa ç'do të jetë në fakt. Kjo është ndjesia që kam. Pra, unë besoj që juve harxhoni më shumë energji se sa duhet për aspektet caktuara të punës për shkakun tonë. Dhe mund t'ju kursehen një pjesë e këtyre energjive që t'i përdorni për të bërë si duhet të tjera gjëra. Dhe këtu natyrisht hynë të gjitha andrallat me burokracinë, andrallat me gjithë farloj aspektesh të punës. Dhe është një zinxhir i tërë që duhet kuptuar si duhet dhe duhet adresuar si duhet, që nga farat tek subvencionet, tek mënyra se si bëhen aplikimet dhe se si shpërndahen subvencionet, dhe me radhë tek asistenca që merret nga institucionet në territor, tek mënyra si funksionojnë drejtoritë e ndryshme, tek për linjat e prodhimit, tek grumbullusit, tek faturat, e kështu me radhë. Ne kemi bërë goxha ndryshim, por jemi akoma jo në vendin e duhur për të ndjerë mirë me funksionimin e sistemit. Dhe nëse nuk arrim do t'i japim bujqësisë profilin e sipërmarrjes, dhe nëse nuk arrim do t'i japim të gjithë atyre që duan një shans duke jetuar në fshat, mundësinë që të ngrenë sipërmarrje dhe të dalin me një fitim që ja u bën kuptim plot jetën e tyre në fshat, ne nuk e kemi kryer detyrën. Dhe kjo nuk mund të jetë një histori subvencionesh për të mbajtur frymën, por do të jetë një histori bashkëpunimi për të transformuar frymën e punës dhe frymën e gjithë jetës së një sipërmarrje rurale. Ky vend duhet të ketë një sipërmarrje rurale të fuqishme. Ne kemi patjetër ambicien që tani t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi agropërpunimit, t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi rritjes së eksporteve të produkteve të përpunuara, por kjo kërkon sipërmarrje. Dhe kjo sipërmarrje nuk mund të jetë çështje fati ose çështje thjesht dhe vetëm e dëshirës dhe ambicjes të sa individëve, po duhet të jetë një strukturë e tërë
punet përbashkë. Kjo organ sipërmarrje dhe pushteti vendor duhet bëhet pararojë në këtë sipërmarrje. Duhet jetë pika e parë mbështetëse për ata që duan të zgjerojnë sipërmarrjen e tyre ose që duan të bëjnë sipërmarrje të reja. Në të gjitha aspektet. Jo pushteti vendor të jetë, siç ndodh shpesh herë, se s'duhet ta përgjithsoj, problemi kryesor për të marrë një vërtetim, për të marrë një certifikat, për të marrë një leje, për të zhvilluar një projekt në aspektin fizik. Jo është kështu, jo është ashtu, jo është stall, jo është stall, jo duhet bëj stall, jo s'bëre stall, do një histori e pa imagjinueshme për ritmin që duhet i japim ne kësaj pune. Besoj që të paktën arsyeja dhe fryma e kësaj tryeze besoj është e qartë. Tani mbetet që të vazhdojmë bisedën edhe që të marrim maksimumin nga secili prej jush. Kështu që duhet të ndjeni krejtësisht të lirë për të folur edhe për të na dhënë mundësinë që të kuptojmë më shumë se çfarë ndodh në territor. Dhe çfarë juve ndjeni si mungesë edhe si mundësi në raport që me njësinë administrative, para se me shku deri te dera e bashkisë, po që me njësinë administrative deri tek pastaj dera e Ministrisë Bujqësisë. Gjithë zinxhiri. Patjetër duhet të kaluar në përgjithë hallkat e tjera që lidhen me ju, tatime, dogana, e ku diun. Shumë faleminderit për edhe një herë për ardhjen tuaj këtu, faleminderit edhe për mikpritjen atyre që kanë ngritur këtë realitet kaq të bukur këtu në këtë territor edhe ta konsiderojmë tryezën të hapur. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti kryeministër Rama, i nderuar zonja ministër e Bujqësisë dhe zëvendës kryeministre e vendit tonë, të nderuar deputet ministra, unë e vlerësoj jashtëzakonisht këtë takim me praninë e kryeministrit dhe të një pjesë të madhe të stafit që ka ardhur sot në këtë takim. Shkurtimisht, pa u zgjatur, do thoja që industria e bimëve dhe erëzave të Shqipërisë po kalon sot momente shumë të vështira për disa probleme globale të krijuar, siç është vlerësimi i euros dhe i dollarit, mungesa e financimeve në agropërpunim për arsye siç dihet të mbylljes së fondeve të Bashkimit Evropian, dhe unë do të kërkoja në emrin tim dhe të industrisë që duhet të kthej pak më vëmendje qeveria në këtë sektor, sepse faktikisht në vite me radhë, në këtë 30 vite, ka luajtur një rol shumë të madh në punësimin e njerëzve në zonat rurale të vendit tonë, ku ka qenë pamundshme që të hapen vende pune nga sektor të tjerë të ekonomisë. Unë do të kërkoja që në projekt buxhetin e vitit që vjen duhet që të lihet një zë në AZBRS që për ato kompani të cilat nuk kanë arritur dot të përfitojnë asnjëherë nga këto fondet Bashkimit Evropian apo AZBREja, të kenë mundësi që në një pajisje, në një makineri apo në investim, ketë mundësi me marrë, pasi siç duket mund të zgjasin edhe një vit tjetër lançimi i fondeve. Unë shpresoj, ne na keni vlerësuar sepse keni ardhur dhe në konferencë që kemi organizuar par vjet tek ne dhe kemi diskutuar, por dhe një herë me qëllim që ata pak njerëz kanë ngel në këtë zona të largët të vendit tonë, pavarësisht paketes malet që është shumë e mirë dhe turizmit malor, por dhatja njerëz që merren me mjekësore, do të doja që të kthejmë së tek ata dhe mos i lejojmë ata pak njerëz që merren me këtë punë që të ikun. Faleminderit. Dëgjoj, duhet të them një gjë që të jemi të qartë për objektivat që kemi. U bëm shumë vite që
përpiqemi të krijojmë një realitet kapitalist, po themi. Dhe kryefjala jon, nuk e kam fjalën fare për ju në këtë rast, e kam fjalën për ne në radhë parë. Kryefjala jon është buxheti. Mblidh taksa dhe jep buxhet, edhe të gjithë turën nga buxheti duan më shumë buxhet, ndërkohë që nga ana tjetër duan më pak taksa. Ndërkohë, e thash në hyrje, buxheti nuk është në asnjë mënyrë përgjigjja për sfidat që ne kemi dhe për zhvillimin që duhen të bëjmë. Dhe për të ardhur konkretisht te kjo që thatë ju, po e përsëris, 250 milion euro është linja e kredisë së Bankës së Shqipërisë. Është një linjë kredie jo konvencionale në kuptimin që nuk ka interesat e një kredie që jep sot banka. Është një kredi shumë më e butë. Plus me një garanci sovrane nga qeveria. Bashkia duhet jetë e para forcë e interesuar që me këta njerëz të ulet edhe të bëj një projekt dhe të ndërtoj një shoqëri të përbashkët dhe të fusi fonde në atë shoqëri të përbashkët dhe për atë shoqëri të përbashkët të marri dhe kredin për katëse të garantuar nga shteti dhe kështu nuk është gjithë çështje subvencionesh. Me subvencione nuk shkojmë larg, thjesht mbijetojmë. Ndërkohë që në rast se krijojmë një shoqëri, një kompani ku bashkia bëhet pjesë dhe ku qeveria bëhet pjesë përmes garancisë sovrane me kredin, financimi është shumë më i madh se sa 10 vjet financim nga subvencione. Dhe ajo që duhet bërë në rastin konkret është që juve duhet bëheni promotor të kësaj, sepse juve i keni kapacitetet që ta bëni një projekt edhe të uleni me bashkinë edhe toni çfarë do bëjmë tani. Dhe natyrisht që bashkarisht kjo kompani mund të aplikojë edhe për fonde të tjera, nuk diskutohet. Kjo kompani e përbashkët shkon tek mund shkoj ka ZBR-ja, mund shkoj kudo për të aplikuar. Kjo është rruga. Bashkit nëpër Europë janë pjesëmarrëse aktive të zhvillimeve në biznesin e fshatit. Në qoftë se do mbetem te buxheti, po ju them që buxheti i shtetit për bujqësinë ka shumë më pak se sa çka keni ju që jeni këtu të deklaruara dhe të padeklaruara. Po të marrim ato që keni ju të deklaruara dhe të padeklaruara, t'i bëjmë bashkë, vetëm në këtë sallë ka më shumë se çka buxheti i shtetit për bujqësi. Si zgjidhet me buxhet kjo punë, nuk zgjidhet me buxhet. Buxheti është vetëm një element. Duhet të rrisim dhe juve pikërisht sepse keni bërë sukses me sipërmarrje jeni pika kryesore e mbështetjes. Se ju e para juve mund të zgjeroheni, se dini si të zgjeroheni dhe ne jemi këtu t'ju mbështesim për zgjerimin. Dhe e dyta, juve jeni ata që mund t'i udhëhiqni, mund t'i tërhiqni bashkit në proces, duke sjell dijen tuaj. Kështu që unë pres, duke qenë se juve keni dhe shoqatën, unë pres që shoqata juaj të vi dhe të thotë, shiko, ne kemi bërë një projekt, ja kemi çuar bashkisë Malësisë Madhe. Nuk po marrim mbështetje. Ja kemi çuar bashkisë Shkodrës një tjetër, ja kemi çuar bashkisë Laçit e kujt të doni ju, dhe nuk po marrim përgjigje. Dhe këtu pastaj duhet të gjejmë ne mënyrën se si të ndërhyjmë dhe si të mbështesim. Por ama gjëja duhet filloj nga projekti.